Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro deklaroi sot se Shqipëria është shumë pranë mbylljes së 2 prej kapitujve të parë të negociatave me Bashkimin Evropian, kapitullit 25 për kërkimin shkencor dhe kapitullit 26 për arsimin. Sipas saj, puna intensive e Ministrisë dhe agjencive në këtë varësi ka bërë të mundur për mbylljen e të gjitha detyrimeve teknike. Kumbaro theksoi rritjen e financimeve për kërkimin shkencor me synim që deri në vitin 2030 investimet të arrijnë në 1% të prodhimit të brendshëm bruto. Fal punës shumë intensive të bërë nga Ministria e Arsimit edhe gjithë stafet edhe në agjencitë tona të varësisë. Me shumë gjasa janë 2 kapitujt e parë që do të mbyllen në procesin e mbylljes së kapitujve në negociatat me Bashkimin Evropian. Bëhet fjalë konkretisht për kapitullin 25, që është kapitulli për shkencën dhe kërkimin shkencor, dhe kapitulli 26, që është kapitulli për arsimin. Edhe me besimin dhe bindjen që do të jetë një augur i mirë edhe për kapitujt e tjerë në vazhdim. Dua ta nis nga kapitulli, një prezantim të shkurtër, kapitulli 26, që është kapitulli për arsimin, sepse praktikisht i kemi mbyllur të gjitha ato piketat dhe detyrat e shtëpisë që kishim nga Komisioni Evropian. Ndërkohë që flasim, me vendim të Këshillit të Ministrave është krijuar Inspektoriati Qendror i Arsimit Parauniversitar brenda reformës së madhe të inspektoriateve. Do të jetë një institucion më vete, jemi duke përgatitur strukturën dhe së shpejti ky inspektoriat të fillojë nga puna. Gjithashtu kemi përgatitur dhe të miratuar planin e veprimit për arsimin digjital 2025-2030, ku edhe ju përmes kronikave të ndryshme televizive dhe opinioneve në media keni pas një rol shumë të rëndësishëm në dhënien e këtij informacioni. Në këtë kontekst, një tjetër detyrë dua të ndaj edhe me publikun, por sidomos grupet e interesit që është arsimi i lartë e din tashmë, është krijuar dhe lançuar baza shtetërore e të dhënave të arsimit lartë, ose platforma që ndryshe njihet me emrin ose akronimin SMIAL, që është në fakt një bazë të dhënash që përdoret sot nga universitetet që nga korriku i vitit 2025, me gjithë të dhënat e studentëve të cilët janë pjesë e botës universitare, por duke mundësuar kështu gjurmimin online të gjithë aktivitetit të tyre studimor, nga nota deri tek klasifikimet e tjera nga një vit në tjetrin. Standardi që na kërkohet është që deri në vitin 2030 ky nivel, kjo përqindje e buxhetimit për kërkimin shkencor të shkojë në 1% të prodhimit të brendshëm bruto. Jemi duke ecur me hapa të mirë, po ndërkohë ka dhe një sensibilizim shumë më të madh nga të gjitha institucionet e tjera, agjencitë e tjera, ministritë e tjera, brenda aktivitetit të cilave zhvillohet kërkim shkencor, por pa e llogaritur atë se një buxhet të dedikuar. Ministria Kumbaro njoftoi gjithashtu edhe miratimin e platformës ACRIS, Regjistri Kombëtar i Kualifikimeve dhe të Dhënave Shkencore, duke e cilësuar këtë një hap të rëndësishëm në modernizimin e sistemit dhe përmbushjen e angazhimeve në procesin e integrimit evropian. Para 2 javësh është miratuar me një VKM të veçantë edhe platforma ACRIS, që është në fakt regjistri kombëtar i të gjitha kualifikimeve shkencore, i të gjitha të dhënave shkencore të aktivitetit që zhvillohet në Republikën e Shqipërisë. Të gjitha këto janë piketat dhe angazhimet tona në raport me kapitull 25, të cilat tashmë janë përmbyllur. Ndërkohë, më vjen shumë mirë që Ministria e Arsimit do të paraprijë gjithë të procesin e mbylljes kapitulleve, për të cilat ne kemi ndarë jo më larg se dje me publikun edhe kapitujt e tjerë. Ministria Kumbaro ka bërë të ditur edhe një tjetër nismë madhore në fushën e arsimit, krijimin e liceut francez të Korçës, një projekt i përbashkët mes qeverisë shqiptare dhe asaj franceze, i iniciuar nga presidenti Emmanuel Macron dhe kryeministri Edi Rama. Ky institucion arsimor do të jetë një qendër ekselence në fushën e teknologjisë dhe inovacionit në rajon, duke ofruar diploma të 2 fishta për nxënësit.